Situata e vështirë ekonomike që po kalon prej muajsh transporti urban ka detyruar shoqatën kombëtare të transportit qytetas të drejtohet me një letër kryeministrit Rama. Në letrën e saj shoqata kërkon që të mos luhet me kalimin e kompetencave nga një institucion në tjetrin, pasi janë këto shoqëri të cilat dëmtohen për ditë më shumë dhe zarritet zgjidhja përfundimtare. Shoqata në letrën e saj rendit edhe faktorët që kanë përkeqësuar gjendjen e tyre, ndërsa shprehen të bindur se kryeministri do të zgjidhë problemin e sistemit urban, ashtu siç e reformoi këtë shërbim kur ishte kryetar bashkie. Më datën 6 shkurt 2014, me anë të një vendimi të Ministrisë Transporteve për t'ia kaluar kompetencat pushtetit vendor, ju shumëzuat me 0 të gjithë këtë punë të kryer gjatë kësaj periudhe 4 mujore. Ne jemi dakord në parim për decentralizimin e kompetencave drejt pushtetit vendor, por për vështirësitë aktuale që po kalojmë, kërkojmë që si fazë emergjente të bëhet indeksimi i çmimit të biletës, plus kompensimin e personave që me ligj përfitojnë shërbim urban falas. Frika e marrjes mbi supe të një kostoje politike ju bëri që topin ta kalonin në anën tjetër të fushës, por kalimi i topit sa nga njëra anë në anën tjetër do të zvarric pafund zgjidhjen e këtyre problemeve, si dhe do të përkeqësonte më shumë gjendjen e transportit urban. Përkundrejt kësaj frike të humbjes së votave, ju duhet të ndiheni krenar, sepse jeni pioneri i parë i ndryshimeve shumë të mëdha në sistemin urban, që bët kryeqytetin e Tiranës të radhitej i pari në listën e kryeqyteteve të Europës Juglindore për moshën mesatare më të re të autobusëve urban, si dhe i hapët rrugën zëvendësimit të atyre autobusëve të vjetër që lëviznin si barake llamarine rrugëve të Tiranës, me autobus të rinj me kilometrazh zero dhe me të gjitha standardet e komunitetit evropian. Shoqata kombëtare e transportit urban prej kohësh po përballet edhe me grevat e punonjësve, pasi ata nuk janë paguar prej muajsh. Nëse situata vjen kështu, pritet që në javën në vijim të ketë grevë 24 orëshe e shërbimit urban.